Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu salamu ala man la nabiyya ba'da. Çështjet e radhës që sjell autori në librin e tij Tashih ad-Dua ka të bëjë me në vazhdimsi të gabimeve, ku disa gabime janë dhe bidate gjatë leximit të Kur'anit. Çështja e radhës ka të bëjë me el-isti'adhen. El-isti'adha është fjala a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa idha qara'ta al-Qur'an fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. Dhe kur të fillosh këndimin e Kur'anit, fasta'idh billah, kërkoj mbrojtje Allahut nga shejtani i dëbuar, nga mëshira e tij. Dhe thotë autori, Allah mëshiroft, se thënia e kësaj fjale a'udhu billahi minash shaitanir rajim, apo edhe më zgjeruar si gjen në disa hadithe, me ixhmajin e dietarëve nuk është ajet Kurani. Pra edhe pse Allah subhanahu wa taala na urdhëroi që përpara fillimit të leximit të Kur'anit të kërkojmë mbrojtje prej tij me këtë lloj teksti, me këtë lloj duaje, nuk është pjesë nga Kur'ani. Dhe gjithashtu është me ixhma, konsensus të plotë të dietarëve se kjo thënie ligjësohet përpara fillimit të leximit të librit të Allahut, duke thënë a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Dhe duhet të dimë, thot autori, se nuk lejohet dhe nuk ligjësohet që kjo fjalë, pra nuk ligjësohet që kjo fjalë të thuhet përpara fjalëve të tjera me vlerë përveç Kur'anit, përpara hadithit, apo përpara ligjërimit fetar, apo përpara khutbes. Ta thuash siç e thua përpara leximit të Kur'anit. Pra kur është e ligjësuar, ku ka argument të thuhet kjo fjalë, kjo dua, ky kërkim mbrojtje Allahut, përpara se të fillosh leximin e Kur'anit. Përpara se të fillosh leximin e Kur'anit. Prandaj, thënia e kësaj fjale në të tjera përveç Kur'anit nuk ka bazë në fe. Mund ta bëj dikush rregull, për shembull, përpara se të filloj hutben, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ose përpara se të filloj namazin. Namazi vepër e mirë është. Edhe thot, po I kërkoj mbrojtje që në fillim Allahut nga shejtani përpara namazit, edhe thot me veten e tij a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Edhe fillon Allahu akbar, jo, nuk ka argument. Profeti alayhis salatu wasallam është falur dhe namazi I tij është përcjellur në detaje dhe nuk është transmetuar në asnjë hadith që përpara namazit të bënte të dhikr apo të dua të tillë. Selam. Dhe sjell autori, Allah më shiroftë, një fjalë të Ibn Qayyimit rahimahullah në lidhje me këtë çështje. Thot se thënia a'udhu billahi minash shaitanir rajim përpara leximit të Kur'anit, është përpara leximit të Kur'anit, ndër të tjera është edhe një lajmërues për dëgjuesin që ajo që do të vi me njëherë pas kësaj fjale është pjesë nga Kur'ani. Prandaj nuk lejohet, nuk ligjësohet që kjo fjalë të thuhet përpara ndonjë fjale tjetër. Përpara ndonjë fjale tjetër kujt? Përveç fjalës së Allahut, që është Kur'ani. Por el-isti'adha, pra kjo fjalë a'udhu billahi minash shaitanir rajim, është parathënie dhe lajmërues, tregues për dëgjuesin se pjesa apo fjalia që do të vi pas saj është lexim nga Kur'ani. Prandaj kërkohet nga lexuesi I Kur'anit që ta paraprijë leximin e Kur'anit pikërisht me këtë dua. Kjo ishte për sa I përket el-isti'adhës. Tani fjalës që quhet el-besmele. El-besmele është fjala Bismillahirrahmanirrahim. Thot autori, kemi el-besmelen, që është fjala Bismillahirrahmanirrahim, dhe kemi
tesmien apo e tesmie që është vetëm fjala bismillah. Ka dallim, duhet ta njohim të dallim ndërmjet tyre. Thotë dhe si një fjalë të një prej dietarëve të mëdhenj, Izi ibn Abdissalam, Allah më shëroft, në lidhje që bën një shtjellim dhe një sqarim të bukur në lidhje me këtë çështje. Thotë, adhurimet që bëjnë njerëzit janë 3 llojesh. Fjala apo vepra që mund të jenë. Lloji i parë në të cilin është ligjësuar që të thuhet bismillah, siç është përpara abdesit, guslit, tejemumit, kurbanit, leximit të Kur'anit, pasi të thënë a'udhu billahi minash shaitani rajim. Ky është lloji i parë. Këtu hyn në të llojin e parë edhe ato gjëra që janë të lejuara, si ngrënia, pirja, thuhet. Vjen hadithet profetit alayhis salam. Pse e përmendi si nën pirë të gjë, sepse të hash dhe të pish nuk është adhurim. Por është diçka e lejuar, e nevojshme për njeriu, nuk ka lidhje me ibadetet këtu. Por diçka e nevojshme për njeriu. Prandaj çfarë? Përdesa ka argument që ndër këto gjëra konkrete, ngrënia, pirja, marrëdhëniet intime, thuhet bismillah, kërkohet përmendet Allahu, qoftë me bismillah apo me fjalë të tjera, atëherë është ligjësuar të thuhet. Edhe pse nuk janë adhurime. Lloji i dytë, ato vepra të mira në të cilat nuk ligjësohet që të fillojnë me bismillah, namazi, haxhi, umra. Para se të fillojmë namazin, duhet të themi para se të themi Allahu Akbar, duhet të themi bismillah apo bismillahirrahmanirrahim? Ja, s'ka argument. Por çu edhe tek hutbja, a duhet të themi fillim të hutbes bismillahirrahmanirrahim? S'është ligjësuar të thuhet. Nuk është ligjësuar të thuhet. Apo ezani, do të vi. Apo ezani, apo dhikra dhe dua, do bësh duati dhe bismillahirrahmanirrahim, pastaj fillon duat. Apo do bësh dhikr ti, thu bismillah, apo bismillahirrahmanirrahim dhe fillon dhikrin. Kjo është lloji i dytë. Lloji i tretë thotë, gjërat të cilat janë makruh apo haram, nuk lejohet të thuhet. Jo vetëm që s'është e ligjësuar, para se nuk lejohet, pse? Sepse me përmendjen e Allahut përpara fjalës dhe veprës mirë çfarë kërkohet? Bereqeti. Ti s'mund të kërkosh bereqet te diçka që është haram. Dikush do filloj një këngë edhe bismillah. Dikush do pi diçka që është haram, apo do haj diçka që është haram, edhe thot bismillah. Nuk lejohet thuhet. Sepse ka kundërsënie. Ka kundërshtim me logjikën dhe arsyen. Pra s'mund të përmendesh Allahun dhe ti kërkosh bereqet Allahut te diçka që është haram apo e papëlqyer, makruh. Kjo, dhe gjithashtu thot, ndoshta vim tek pyetja jote, thot, dallimi, gjoni mirë të. Dallimi midis llojit të parë dhe të dytë. Lloji i parë ishte vepra apo fjalë të mira që ligjësohet, ka argument që duhet fillojnë me bismillah. Dhe lloji i dytë, ato fjalë apo vepra të mira që janë adhurime, por s'ka argument që duhet thosh bismillah. Pra nuk ligjësohet. Thotë, nëse thuhet në çështje të tilla, pra që nuk është ligjësuar, thuash bismillah, kjo lejohet thot, por jo të konsiderohet sunnet. Pra mund ta bëj, nëse bën dikush ndonjëherë. Ky është mendimi i Izi ibn Abdissalam. Por jo që ta konsiderohet sunnet. Prandaj për muslimanin është i përmbahet sunnetit. Përderisa s'ka argument, Allahu Akbar fillojmë namazin. Ezanin Allahu Akbar, hutben me hapset, lavdërimet, madhërimet për Allahun e tjerë. Dhe thotë dallimi, thotë ndërmjet çështjes së parë dhe të dytës, dallimi thotë ndërmjet tyre nuk është i lehtë të kuptohet. Thotë. Është i vështirë për të përcaktuar, thotë.
Dallimi sepse të dyja llojet flasin për punë të mira, për vepra të mira. Por ato vepra të mira që është ligjësuar, vjen argument që fillojnë me bismillah, ne fillojmë me bismillah. Dhe ato vepra që janë të lejuara, nuk janë adhurime si ngrënia, pirje etj, por fillojnë me bismillah, sepse çu vjen hadithi i profetit alayhis salatu wassalam, edhe ne fillojmë me bismillah. Pastaj sjell autori një çështje të rëndësishme tani, ngjojeni mirë se këtu ka çuditëra. Dhe na përmend autori gabime dhe bidate që bëjnë njerëzit në lidhje me disa sure nga Kur'ani apo ajete nga Kur'ani. Dhe fillon me të parën, me surën Fatiha. Çfarë bidatesh bëjnë njerëzit me këtë sure? Thot, nga bidatet që bën, thot, fjala e dikujt prej tyre pas namazit, el Fatiha për filanin. Pra hajtë lexojmë Fatiha për filanin. Pas namazit, para e bëjnë. Këto janë bidate që ekzistojnë apo që i kanë përmendur dietarët, pra autori nuk vjen me hamendësime, por janë gjëra reale. Dhe do të përmendet që thot në temën për namazin. Leximi i surës Fatiha pas selamit nga namazi i vitrit, duke kënduar atë disa herë. Pra fali Yasin, fali sunetet, fali vitrin, pastaj Fatihan, 2 herë, 3 herë apo edhe më shumë. Kjo është nga bidatet që bëhen në lidhje me këtë sure. Këndimi apo leximi i surës Fatiha dhe i 2 sureve të fundit, pra Falaq dhe Nas, 7 herë pas namazit të xumas. Tjetër, lënia e leximit të surës Fatiha në namazin e xhenazës. Ne dim që e parta xhenazja, namazi i xhenazës ka 4 tekbira. Pas tekbirit parë është Fatihaja. Dhe thuhet fillon direkt me Fatihan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhe nuk bëhet duaja hapse siç bëhet në namaz. Në namazet që falim. Pse? Sepse thelbësorja tek namazi i xhenazës është duaja që bëhet për të vdekurin. Prandaj aty duhet fokusohet muslimani. Dhe ka disa që e lënë Fatihan. Pra japin tekbirin e parë, Allahu Akbar, mund të rrim pak, pa lexu Fatihan, Allahu Akbar, kalojnë tek tekbiri i dytë. Ky është gabim. Tjetër gjë është të lexosh Fatihan për të gjithë banorët e qytetit. Për shembull, dikush lexoj Fatiha për gjithë njerëzit, i shoj se vapi të gjithëve për shembull. Tjetër është këndimi i Fatihas për të vdekurit. Këndimi i Fatihas me z, me xhamat, pas selamit nga namazi i xhenazës. Pra sapo mbara namazi i xhenazës, fillojnë pranishmit me xhamat. Elhamdulillahi rabbil alamin. Këndojnë Fatihan. Nuk ka argument për të. Është bidat një gjë e tillë. Apo thënia disave el Fatiha për shpirtin e filanit në sebepe. Pra kur ka sebepe dhe mblidhen njerëz, dikush ngrit dhe thot, hajde i Fatiha për shpirtin e filanit. Para shumë siç bëjnë vendin ton, të grot për filanit thon. Që ta kuptojmë. Këndimi i Fatihas te koka e të vdekurit dhe fillimi bekares të këmbët e tij. Shkon i bën vizit të varri, qëndron të koka, të non Fatihan. Pastaj del të këmbët, këndon fillimin e surës Bekare. Nuk lejohen të gjëra, janë bidate. Apo thirrja për leximin e Fatihas kur kalon midis varreve. Për shembull, shkojmë për të vizituar një apo të vdekurit, apo për të falur në xhenazë namazin e xhenazës së dikujt dhe kur hym në varreza duhet të kaluar midis tyre dikush nga ne thret. Fatiha në vëllezër. Apo e fillon me zë të lartë Fatihan që ta dëgjojnë dhe të tjerët, ta lexojnë dhe të tjerët. Cili është sebebi me që po kalojmë midis varreve? S'ka argument për këtë. Tjetër është thënia e disave el Fatiha pas përfundimit të ushqimit, duke bërë edhe veprime të tjera si puthja e duarve nga ana e brendshme dhe jashtme e tyre.
Pra mbaroi ushqimin ai, thot Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanir Rahim deri në fund, pastaj puth duart e tij apo mund bëj dhe veprime të tjera. Qof njëra dhe tjetra, sa argument për to dhe konsiderohen bidat. Këndimi i surës Fatiha për atë që gatoi ushqimin apo ofroi mitpritjen. Kjo, leximi i surës Fatiha pas namazit të sabahut me qëllim që t'i shtohet nderi profetit alayhis salatu wassalam. Dhe pastaj leximi i kësaj sureje pas namazit të yles, ikindis, akşamit dhe yatsis për 4 halifet me radhë. Ndoshta pas yles për Ebu Bekrin, pas ikindis për Umerin, pas akşamit për Uthmanin dhe pas yatsis për Aliun, Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë këta sahabë të nderuar. E gjitha kjo është bidat. Dhe thonë se ai i cili vepron këtë gjë në momentet kur ta lajnë, pasi ka vdekur, kur ta lajnë, do t'i prezantojnë, pra do t'i vi profeti alayhis salam dhe 4 halifet, me që ka këndu Fatihan për ta. Ka ta, subhanallah, çan nuk shpitin, la ilaha illallah. Gjëra pa argument, pa bazë fare, që ta thush diçka të tillë duhet të kesh argument sepse ka të bëjë me gajbin. Allahu na ruaj. Gjithashtu i vinë edhe në pyetjet e varrit, do t'i vi profeti alayhis salam dhe 4 halifet. Kështu pretendojnë këta të mashtruar. Leximi i surës Fatiha përpara gjumit me nijet për mësuesin, pra për ata që ja mësoj Fatihan. Kush ta mësoj Fatihan? Hoxha xhamis. Edhe sa herë të gjumti Fatiha për hoxhën. Apo ja mësoj prindi, babai, nëna, apo vllai i madh e tjerë. Leximi i kësaj sureje pasi ka thënë ai që të shtin elhamdulillah, edhe vazhdon të sure pas të shtimës. Leximi i kësaj sureje me një frym, pa ndalim fare tek ajetet, me një frym. Ne nuk e bëjmë dot se strimi aq vokal, por ka ca që kanë vokal të lartë, edhe i kanë mushkërit, mashallah, të mëdha, edhe e këndojnë. Jo Fatiha, po fillojnë edhe bekaren. Pra ajetet edhe nga bekareja. Nuk lejohet. Sepse nuk është ky udhëzimi i profetit alayhis salatu wassalam, që nuk e këndonte Fatiha në këtë mënyrë, por i ndante ajetet. Siç mund të jetë për shembull, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. E bën kryesisht në teravit sa imam. Allahu i drejtoft. Me niyetin për të marrë sa më shpejt, marrëm sa më shpejt teravit. Pa vëlla s'ka ardhur me zor. Po patë punë, do t'ikësh, ikën vëlla, lani njerëzit falen, ta adhurojnë Allahun me qetësi. Ç'është ky namaz kështu? Kjo ishte për sa i përket e tjetër thotë po. Kjo për sa i përket Fatihas. Tashi me surën Bekare ç'a bidatësh bën? Dhe i marrim ca surë me radhë. Do zgjatet çiç sot, por ta çudira, Allahu na ruaj. Thotë leximi i fillimit të surës Bekare të këmbët e të vdekurit, siç e përmendëm më parë, të kokra Fatiha, të këmbët, ajetet e parë të surës Bekare. Tjetër, leximi i fundit të ajetit i 153, dhe që është Inna Allaha ma'as sabirin. Pasi ke lexuar Fatiha në rekatin e parë. Nuk lejohet që të lexosh vetëm një pjesë ajeti në namaz. Po e fillove ajetin, çoje deri në fund, nuk lejohet një pjesë ajeti. Nuk lejohet. Por ka të tillë që e bërën. Pra mbarojnë Fatihan, pastaj Inna Allaha ma'as sabirin, Allahu Akbar. Apo leximi i fundit të ajetit 20, Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Lexon Fatihan dhe këndon në rekatin e dytë këtë pjesë, jo ajet, por të pjesë nga ajeti. Dhe kjo është gabim si shtam.
Bidate që kanë bënë me ajetin kursi, ajeti më i rëndësishëm, më madhështor i Kuranit. E para thot, shkrimi i saj në xhamia është bidat, siç ne i kanë sjellë këtu. Ne i sollën me zër, se dikush mund mendoj se i vuri imami, ja, ne i sollën me zër. Nga ata që i përkasin bidatit. Nuk lejohet shkrimi i ajetit kursi në xhamia. Nuk është ky qëllimi i Kuranit që të shkruhet në përmure. Ai që vjen Kur'an, merr dhe lexon Kur'an vetë, jo të lexojë në përmuret e xhamisë. Nuk ka sens, po pra. Siç do të vi kjo gjë thotë tek tema që ka të bëjë me duat dhe dhikrat. Leximi i ajetit kursi duke u kthyer nga varri Abdul Qadir El Gjilanit me qëllim përmbushjen e nevojave. Edhe kjo temë do të vi kjo çështje në temën e dhikrave për gjatë që kanë të bëjnë me xhenazën. Leximi i ajetit kursi me xhamat pas namazit nga ana e imamit dhe xhamatit. Pra, sa marrë namaz fillojnë gjithë ajetin kursi. Të gjithë, dhe këtu kemi të bëjmë me dy bidate thot. E para, këndimi me zë pas namazit i ajetit kursi. Me zë këtu në themi me zë që të lehtë, që mund ta lexoj dikush pas farzit që është sunnet ta lexosh ajetin kursi, por që me veten e tij, jo, por me zë të lartë, siç lexon imami në namazet me zë. Ky është bidati i parë. I dyti, sepse bëhet me xhamat për lexim. I treti lloj tjetër thot leximi i këtij ajeti nga ana e udhëtarit në çdo vend që ndalon. Në çdo bujtin për shemb, në çdo vend që do të qëndrojë për të kaluar një kohë, natën, ditën apo një pjesë të tyre, lexon ajetin kursi. Dhe fjalën e Allahut të lartësuar, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Pas ajetit kursi lexon edhe të pjesë ajeti kuranor nga surja Al-An'am. Gjithashtu lexon edhe surën Al-Ikhlas 11 herë. S'ka argument fare për këtë gjë. Leximi i këtij ajeti kur imami jep tekbirin e ihramit, tekbirin fillestar, pra që fillon namazin, Allahu Akbar. Dhe ai në vend që të pasoj imamin, t'japi tekbir pas imamit, po çfarë rrit ndon ajetin kursi. E tjetë dikush që këndon avash, imagjinat, imami ka rënë rukua i akoma sa fillu namazin, se s'ka mbaruar ajetin kursi. La ilaha illallah, pra, subhanallah, habitesh. Dhe për cilët në këtë kjo pra. Dhe gjithashtu thotë kjo, po. Tjetër gjë thotë është leximi i ajetit kursi kur bën hixhamen. Për cilët thot një hadith nga Aliu radhiyallahu ta'ala anhu kur thuhet ai i cili e lexon ajetin kursi gjatë në hixhames do të jetë hixhame për të e dobishme. Por thot autori në zinxhirin e tij ka përcjellës të panjohur, nuk njihen. Misterioz, njerëz që nuk i njihet biografia, kush janë, nuk njihet kush janë. Prandaj e kanë cilësuar të pasaktë dietarët, pra çfarë argument. Tani bidate me surën Ali Imran. Thot autori, leximi i 3 ajeteve të para të kësaj sureje me një herë pas selamit nga namazi sabahut dhe akşamit. Sa po jep selam, qoftë vetëm apo imami, në namazin sabahut dhe të akşamit, me një herë leximin fillon dikush leximin e këtyre 3 ajeteve. Nga të para të surës Ali Imran. Bidat. Lexim shkrimi në mihrabe i këtij ajeti kullama dakhala alayha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Sa herë që Zakaria hynte në mihrabin e saj, gjente tek ajo ushqim. Siç e dim, Zakaria u kujdes për Merjemen. Dhe Merjemi kishte një mihrab. Dhe mihrabin atë kishte kuptimin e një vendi, një dhome, në të cilin qëndronte dhe adhuronte Allahun.
Jo kuptimin e mihrabit që është sot. Sot mihrab quhet pjesa ku rri imami. Kjo quhet. Pra që është si më gërryer nga në murin ballor të xhamisë. Në atë kohë nuk ka qenë ky kuptimi i mihrabit, siç e shpjegon edhe autori vet. Prandaj s'ka lidhje. Çfarë bëhet në disa xhamia? Shkruhet ky ajet kuranor sipër. Sa herë që Zakaria hynte në mihrabin e saj, gjente tek ajo ushqim. E çlidhja ka? Bidate, e bëjnë si rregull, e shkruajnë. Apo siç mund të shkruajnë në portën e xhamisë. Udkhuluha bi salamin aminin. Hyni në të me paqe të sigurt. Ka tjetër dua që thuhet kur hyn në xhami, nuk është nevojë të shkruash ajete të tilla. Nuk është qëllimi i ajetit, që ti ta vendosësh dhe ta shkruash në portat e xhamisë. Bidate që bëhen me surën En-Nisa. Leximi i ajetit walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadallaha tawwabar rahima. Thot Allah subhanahu wa taala, nëse ata kur bëjmë zullum i vinë të ty dhe i kërkojnë falje Allahut dhe ti i dërguar i kërkon falje për ta, do ta gjenin Allahun falës të madh dhe të mëshirshëm. Janë disa që këta ajet e lexojnë kur shkojnë tek varri i profetit alayhis salatu wassalam. S'ka argument për të gjë. Dhe as nuk është ky kuptimi i ajetit, sepse ajeti thotë kur është gjallë profeti alayhis salatu wassalam. Dhe ata nuk i kërkojnë falje profetit alayhis salatu wassalam, sepse kjo është shirk pasaj, por vetëm Allahut. Dhe shkojnë tek profeti alayhis salam që ai i kërkoi falje Allahut për ta kur ishte gjallë, jo i vdekur. Kur ishte gjallë. Pse jo i vdekur? Sepse mbaroi çështja e tij e para, e dyta nuk e kanë bërë sahabët diçka të tillë. Dhe ata e donin dhe e njihnin dhe e pasonin më shumë profetin alayhis salatu wassalam se çdo kusht tjetër. Përderisa nuk e bëri Abu Bekri, pse duhet ta bëj unë? Përderisa nuk e bëri Umari, Uthmani, Aliu, sahabët e ditur, të mëdhenj, dietarët pas tyre, pse duhet ta bëj unë? S'është për fesë. Asnjë bidat nuk ka sens. Allahu na ruaj. Bidate me surën Al-An'am. Leximi i kësaj sureje në natën e 27 në Ramazan, në rekatin e fundit të namazit të teravive. Kjo surë gjatë, nuk e di si mund ta lexojnë. Gjithë të sure, është nga suret më të gjata të Kuranit. Në një rekat, ndoshta lexon një pjesë të saj. Po, janë bidate që një pjesë ekzistojnë akoma, një pjesë mund të jenë zhdurt me kohën. I kanë sqaruar dietarët, janë udhëzuar ata njerëz që kanë kuptuar të vërtetën dhe e kanë lënë si bidate. Por një pjesë janë ekzistuese. Bile një pjesë e tyre që do përmendim, i kemi të pranishme këtu në vendin tonë. Leximi i surës Ali Imran në një rekat në natën e xumas në Ramazan. Pra, sa herë është xuma në Ramazan, natën e xumas këndon surën Al-An'am. S'ka argument për të. Do thotë dikush, po Kur'an po lexon, ai s'po bën gjë të keqe. Po, vepër shumë mirë është, shumë e mirë është të lexosh Kur'anin, por kur ti e posaçëron që pikërisht në të natë apo në të vend apo në të gjendje duhet argument pastaj. Sepse është fe, pa adhuron Allahun. Allahu nuk adhurohet pa argument, si të mtetet mu, si të dua unë. Se bëmi pastaj si ata që thonë, unë e besoj Zotin sipas mënyrës time, s'kam nevojë për hoxh. As për Kur'an, e besoj Zotin sipas mënyrës time, thotë. Tjetër, leximi i mysafirit, i udhëtarit, fjalën e Allahut, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri", që është nga kjo sure, kjo pjesë e ajetit. Udhëtari lexon, s'ka argument që udhëtari duhet të lexojë një ajet të tillë.
Mund të lexojnë nga Kurani çfarë det, me niyet adhurimi, po jo me që është udhëtar. Tjetër, leximi i pjesës së fundit të surës në natën e fundit të Ramazanit. S'ka argument për të gjë. Bidate me surën Yunus. Leximi i ajetit da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Leximi i këtij ajeti nga surja Yunus në përfundim të hutbes së Bajramit. Ka disa që e kanë rregull që në fund të hutbes së çdo Bajrami e lexojnë këtë ajet kuranor. S'ka argument për të gjë. Bidate që bën me leximin e surës Ibrahim. Leximi i ajetit Rabbi gj'alni muqime salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Që është në surën Ibrahim, thot leximi i ajeti kur bësh gati për të falur namazin përpara tekbirit fillestar. Dhe javësh tekbirin fillestar, para tekbirit fillestar, lexon këtë ajet. S'ka argument që profeti alayhi salatu wassalam para namazit lexonte këtë ajet kuranor. Qoftë me zë, qoftë pa zë. S'ka argument fare. Jo, nuk thot gjë këtu. Nuk thot gjë. Bidate me surën e Nahl. Edhe kjo është e rëndësishme, sepse ndodh edhe në vendin tonë kjo lloj bidate. Cili është? Leximi në mënyrë të përhershme i dy ajeteve nga surja Nahl në përfundim të çdo hutbeje xumaje. Cilat janë këto dy ajete? Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. Kam rastis në disa hoxhallar që kam qellu të falem shpesh mbas tyre dhe për herë këto dy ajete i lexonte në fund të hutbes. Nuk ka problem, po jo ta bësh për herë. Ku është problemi? Nëse e bën rregull e lexon për herë, pse ke posaçëruar pjesën e Kur'ani në mënyrë të rregullt në pas një gjendje që është hutbja e xumas. Do argument për të gjë. Bidate me surën Kahf. Leximi i pjesë i fillimit të surës Kahf në sabahun e ditës së xuma. Me qëllim që t'i kujtosh xhamatit që është sunet të lexohet kjo sure në këtë ditë. Edhe çfarë bën imami si t'ia kujtoj xhamatit thotë. Sa harrojnë ai xhamati im thotë, baba, nela duke i fal. Çdo ditë ende para xumas, nela duke i fal, prap harrojnë. Si t'ia bëj? Thotë, për sabah po i këndoj nga surja Al-Kahf. Edhe pse niyeti është i mirë, nuk lejohet. Sepse ka disa që fshihen me të gjë. Unë kam niyetin e mirë. Pra, bën vepra që janë në kundërshtim me fen dhe justifikohet dhe mendon se është justifikuar tek Allahu, duke thënë unë niyetin e kam të mirë. Por kushtet e pranimit një vepre nuk është vetëm niyeti, është edhe pasimi i profetit alayhis salatu wassalam. Çfarë tha Ibn Mesudi kur pa disa persona që po bën një adhurim që ishte bidat? Dhe ata i thanë ne dëshëm vetëm të mirën me këtë gjë, kërkum vetëm të mirën, përmendjen e Allahut, se vapet. Tha sa dëshirues të së mirës nuk e qellojnë atë. Tjetër thotë leximi i kësaj sureje me z për xhamatin nga një lexues. Kjo ndodh edhe jashtë namazit. Për shembull, para xumas, i orë para xumas për shembull, hapet xhamia dhe fillon ai qoftë imami apo dikush tjetër leximin e surës Al-Kahf me z që ta dëgjojë gjithë xhamati. Edhe kjo është bidat, nuk lejohet. Tjetër leximi i surës Kahf pasi kindis në ditën e xuma në xhami. Kur është kjo? Bidat. Kjo është bidat kur e bën me z.
Jo dikush për shemb, fali kindin, edhe tha, do qëndrojnë në xhami të lexojë surën Kahf dhe lexoj me veten e tij. Jo, nuk është kështu qëllimi. Jo. Por kur e para e bën me z, siç përmendëm shembullin shpar, ose kur dikush beson që duhet lexuar në xhami pasi kindisë së ditës së xumë. Tu ka lënë në bidat, pse? Nuk ka argument që ta posaçërosh, apo ta kufizosh me të kohë. Pikërisht pasi kindisë dhe pikërisht në xhami. Mund ta lexosh në shtëpi, mund ta lexosh edhe nga memoria jote në udhëtim e tjerë. Bidate që bën me surën Taha, leximi i fjalës së Allahut, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, kur thot dhe herën e 7 mbi të vdekurin, pra gjatë varrimit. Qoftë me lopatë apo me duar, po hedh dhe herën e 7 ka disa, pra pasa disa që besojnë se herën e 7 lexohet ky ajet kuranor nga surja Taha. Dhe kjo do të vi thot autori tek tema për xhenazën. Bidate me surën El-Qasas, leximi i këtij ajeti kuranor, innal ladhi farada alayka al-Qur'ana laradduka ila ma'ad. Ju kura motra lart, mi lexvresi po dash. Ai i cili ta bëri obligim ty Kur'anin do të rthej në Ma'ad. Kjo fjala Ma'ad ka interpretime ndryshme nga dietarët. Disa thonë në Mekë, disa thonë ka për qëllim vdekjen e tjerë. E rëndësishme, leximi i kësaj sureje kur përcjell mysafirin, atë udhëtarin, se fjala udhëtar është musafir arabisht, prandaj nga ta harrova dhe unë. E përcjell udhëtarin dhe i lexon këtë ajet kuranor. Nuk ka argument për të gjë. Surën Ahzab, leximi i këtij ajeti, hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu, që është nga surja Ahzab, kur tek xhenazja, pra shkon tek xhenazja dhe lexon të ajet kuranor, që thotë kjo është ajo që na premtoi Allahu dhe i dërguari dhe tha të vërtetën Allahu dhe i dërguari i tij. S'ka argument që pikërisht ky ajet duhet lexohet në një gjendje të tillë, në një rast të tillë. S'ka argument. Tjetër, leximi i këtij ajeti kuranor në 2 rekatet pas surës ose jo, leximi i këtyre ajeteve i këtij ajeti kuranor në 2 rekate pas Fatihas. Cili është ky ajet? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. S'ka argument që pas Fatihas duhet me thënë dhe kjo nuk është veçantë vetëm tek namazi. Dikush mund ta lexojë Fatihan në mënyrat që përmendëm shpar, që janë bidat, dhe këtë kam dëgjuar edhe në qytetin tonë, Elbasan. Nga disa imamlar dikur lexoshin Fatihan, pasi bëshin atë dhikrin me xhamat, e mbyllshin me Fatiha, pastaj edhe këtë ajet kuranor, inna Allaha wa malaikatahu deri në fund. Veprimi në mënyrë të rregullt dhe të përhershme i leximit të ajetit inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi deri në fund ajetit që përmendëm, në fund të hutbes së xumas. Edhe këtë kam rastis. Duhet e bërë në mënyrë të përhershme si rregull. Pra që në fund të hutbes duhet të thënë ky ajet kuranor dhe e thot gjithmonë. Gabim. Kjo është temë tjetër, si lindën bidatet. Bidatet kanë shkaqe, të shumta. Nga shkaqet është dëshira e dikujt për t'u pasuar, për t'u ndjekur, për të pasur njerëz pas vetes. Çfarë bën? Thot, duhet bëjmë të. Tjetër është dëshira e dikujt për të bërë mirë, por po bën gabim, siç përmenda fjalën e Ibn Mes'udit. Nga shkaqet është dëshira për të përfituar nga të mirat e njerëzve, se ka bidate me anë të cilave përfiton. Siç ndodh tek sufistët. Keni pa? Që i mbulojnë me para, kur i hedhin atyre para bam, e tjerë. Apo siç bëjnë tek varret e bertashimve. I mbulojnë me para. Edhe rria i bark madhi aty, ai dervish atë.
Surja Yasin, thot autori, së pari, nuk ka asnjë hadith të saktë që të tregojë se ligjësohet leximi i kësaj sureje tek njeriu që është në agoninë e vdekjes. Vjen një hadith që është i trillum, jo i dobët, po i trillum fare. Këndojini atyre që janë në agoni surën Yasin. I shpiti, kot. Do të vide që çështje thot. Leximi i kësaj sureje kur lan të vdekurin. Leximi i kësaj sureje në varreza. Hoxh, do mbash Yasine? Por thot ai. Edhe nxjerri 5 mishe. Hoxha sa shit nash. Kollëdi diçi, ai tak, nxjerr dhëçën. Ose kur është ditë xumaje, kam rastis me ca xhallar. Allahu i drejtoft që kur është ditë xumaje dhe i vin njerëz nga qyteti për në i hatme. Edhe thonë, hoxha mbash Yasin për babën, për nanën. Ai na i rrinte te dera e xhamisë i priste aty. Se e dini që po ta shifte një nga xhamati dhe e kritikon të hoxhën. Edhe i qa bande, dilte rrinte te dera aty, xhamisë, ti takon të i parit, maron të punë. Edhe tak, merte. Allahu na rujt. Ky është fitim mbi kurrizin e fesë, përfitim mbi kurrizin e fesë. Leximi i kësaj sureje 40 herë, duke shoqëruar me dua të shpikura për nevoja të ndryshme, siç mund të jetë për të ndëshkuar dikënd, apo për të liruar nga burgu dikënd. Çastra, ças dëgjon. Allahu na rujt. Leximi i këtij ajeti o dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Bashkë me një pjesë tjetër që e quajnë el-faide, pas çdo namazi disa herë me qëllim për shtimin e rrezikut. Subhanallah. I bëre gjithë ato shkaqe për shtimin e rrezikut që tani do shpirësh sebepe që janë bidat. Allahu na rrit. Shkrimi i kësaj sureje me shafran dhe më pas e vendos në kokën e të porsalindurit në ditën e 4 të tij. Leximi i kësaj sureje në natën e 15 të muajit Shaaban dhe në natën e 27 të muajit Ramazan në xhamia apo në shtëpia, qoftë me xhamat apo vetëm, individualisht. E gjitha kjo thot nuk ka asnjë argument dhe bazë në fe. Surja As-Safat thot shkrimi i ajeteve 79, 109, 120, 130, 181 të kësaj sureje dhe më pas pirja e tyre, pra i shkruan në letrën e fut në ujë dhe e pirë të ujë. Nuk ka argument për të gjë. Bërja në mënyrë të vazhdueshme ose leximi në mënyrë të vazhdueshëm në të dy rekatet pas Fatihas i kësaj pjesë nga surja Safat, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Këtyre ajeteve. Këta e kam dëgjuar edhe pas duas me xhamat. Nga disa, gjithmonë, këto ajete nga surja Safat, edhe kjo bidat. Surja Ar-Rahman, leximi i këtij ajeti, kullu man alejha fan, kur i hedh dhe herën e 7 të vdekurit. Dhe kjo do të vi thot në temën për xhenazën. Surja Xhumua dhe El-Munafiqun. Leximi i këtyre sureve thot në namazin e sabahut të ditës së Xhuma me qëllim për t'i kujtuar njerëzve se është ditë e Xhuma. Kjo është një çështje thot që s'ka argument dhe nuk ligjësohet. Nuk ligjësohet dhe është bidat. Surja At-Taghabun,
leximi I këtij ajeti nga surja At-Taghabun, za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna. Leximi I këtij ajeti kur ecën apo shtonte varrezat e Ahlul Kitab, I thtarëve të librit. Për shembull, të varrezat tona të qytetit, I kemi bashkë, Allah na mundësoj që të ndahemi nga pabesimtarët dhe të jemi në varrezat tona veç. Allahu na sjell drejtues që përkupohen për të çështje të tilla dhe nuk angazhohen me gjunafe dhe kundërshtime të fesë. Allahu na çliroj për drejtuesve të tillë. Hyn në varrezat tona, sapo hyn janë krishterët, apo jo, e dim, të derë kryesore. Dhe dikush lexon këtë ajet kuranor, me që po ta lën aty. Ajeti thot, pretenduan ata që nuk besuan se nuk do të ringjallen. Thuaj, po, patjetër, betohem me Zotin tim që ju do të ringjalleni. Dhe lexon këtë ajet kuranor. Nuk ka argument për këtë gjë. Surja Al-Mudaththir, leximi I surës Al-Mudaththir apo surës Al-Muzammil apo surës Al-Inshirah në natën e Mevludit, në një prej namazeve, qoftë yatsia apo sabahu. Kjo është një bidat, thot autori, që nuk ka asnjë argument për të. Dhe gjatë kërkimit dhe studimit të këtij bidati, pra nga ka origjinën, pash se është bidat I lindur së fundmi, thot, në kohën tonë. Ka bidate që kanë qenë janë zhdurt, po ka tjera që linin. Për aq sa ka bidatçin, bidate do prodhojnë ata, se nuk do prodhojnë pastrimin e sunetit. Po bidatin do prodhojnë. Dhe nuk e ka përmendur askush nga dietarët e mëhershëm, pra është bidat I vonshëm ky. Surja Abasa, ngjojeni të. Sa e çuditshme. Lënia e leximit të kësaj sureje me pretendimin se profeti alayhis salam lëndohet. Sepse ne dim që gati 11 apo 13 ajetet e para janë kritik për profetin alayhis salatu wassalam. Nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Dhe dikush ka lexuar apo ka dëgjuar nga një bidatçi se nuk duhet ta lexojmë këtë sure sepse lëndohet profeti alayhis salatu wassalam. Pra është bërtisje e Kuranit jo. Fjalës së Allahut. Pra nuk duhet ta lexojmë, atëherë as nuk duhet ta studiojmë, ta mësojmë, nxjerrim dobit, ndërkohë që është sure me dobi të mëdha. Si në moral, por edhe në akide, dhe në akide. Surja Insan, leximi I atyre ajeteve që quhen at-tadabbur nga kjo sure dhe do të vi thot në lagapet që janë vendosur te tema lagapeve, çështja që janë vendosur disa ajeteve apo sureve. Surja Al-Muzammil, pra ajo që thamë më parë për surën Al-Mudaththir, në natën e Mevludit që e lexojnë. Surja At-Tariq, leximi I ajetit në këtë sure, innahu ala raj'ihi laqadir, 200 herë me niyetin e gjetjes së sendit të humbur. E gjetëm mënyrën. Si t'i gjejmë sendet e humbura, pastaj që janë lehtë. E pasëm I pas këtu edhe se kemi ditë. Cila është? Thuje 200 herë të ajet kuranor. Po se gjere si I bateni. Duhet ashtë thuje prap. La ilaha illallah. Surja Al-Inshirah. Leximi I kësaj sureje, surës El-Fil, në sabah dhe në akşam. Në mënyrë të vazhdueshme dhe duke besuar dhe duke I vendosur apo duke pretenduar shpërblime të veçanta dhe dobi shëndetësore me leximin e këtyre sureve në namazin e sabahut dhe të akşamit. Edhe puna e doktorit u zgjidh. E zgjidhëm të punë. Surja Tin, leximi I fjalës së Allahut bala wa ana ala dhalika min ash-shahidin, pas ajetit të fundit. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Së argument. Që dhe nuk ka hadith të saktë që duhet të thënë diçka e tillë kur përfundon surën At-Tin. Surja Al-Qadr,
Leximi i kësaj sureje pas abdesit, si forma dhurimi, si adhurim. Mori abdes dhe, Allah, pse rri? A mori abdes? Po lexo surën Al-Qadr. Pse është adhurim? Kujt i argumentin? Çu tha hoxha. Çu tha hoxha s'është argument. Sidomos kur bëhet fjalë për xhallar bidatçin, edhe të paditur. Leximi i surës Al-Qadr në namazin e Yacis në netët 8 të Ramazanit. 21, 23, 25, 27, 29, në fali Yacine, rekatën e parë, apo dytë të kësaj sure, në netët 8. Pse e bën të gjë? Thot, me që mund të jetë nata kadrit. Nuk ka argument që natën e kadrit duhet lexosh surën Al-Qadr. Apo sidomos ta posaçërosh akoma edhe më tepër me namazin e Yacis. Surja Al-Asr, leximi i kësaj sureje kur do të mbyllet me xhlisi. Pra, siç mund të jemi ne për shemb, me xhlis jemi, edhe pse është mësim, me xhlis, para se të largohemi surën Al-Asr. Sqarojmë, thot autori, se kjo nuk ka të bëjë me atë që është përcjell nga sahabët, siç vjen në hadithin e Ebu Medine e Darimiut, që thotë se kur sahabët të profetit alayhi salatu wassalam takoheshin, nuk largoheshin dhe nuk i jepnin selam njëri tjetrit pa lexuar më parë surën Al-Asr. Kjo lejohet, sepse e vepronin sahabët radhiyallahu ta'ala anhum. Surja El-Fil u përmend thot në surën El-Inshirah. Leximi i kësaj sureje duke përsëritur fjalën te asr ma'kul, te asr, disa herë me nijet që të pushojnë të lehurat e qenve. Doli gjumi natën, po lifshin qend. I man dritaret hap se është verë. Edhe bashkia jonë, mashallah, kujdeset edhe për qend. I le të lirë në rrugë, të jetojnë dhe ata, si qenje të lira. Kafshojnë qytetarë, s'ka si problem të bëjmë pisë ambientet e përpashme, fusin fritet njerëzit. Nuk ka kohë bashkia për të gjana se është e zënë me tenderat e me zullumet e tyre, Allahu i shkataroft. Edhe që doli gjumi të kujtuar që dikush tha, lexo të sure dhe përsëritet disa herë fjalën ka asr, edhe ti fillove. Po ku i qeni? Edhe ti gjithë natën, janë nxorë gjumin vetes. Qeni hu iku, ti s'flen dot më me se janë nxorë gjumin vetes. Surja Quraysh, leximi i kësaj sureje në vartin e ushqimit me qëllim bereqetin. Leptash, fillova të surë li ilafi Quraysh. Me besim se ka bereqet. Surja Tabbet, lënia e kësaj sure e pa lexuar, me pretendimin se lëndohet profeti alayhi salatu wassalam, sepse në të përmendet xhaxhai i tij. Shihni tash çfarë thot autori, sjell diçka reale, thotë, dhe unë mendoja thotë se ky ishte një bidat që ishte humbur, ishte tretur me kohën, ishte ik. Por, thot, u çudita, thot, kur e lexova në një revist të quajtur At-Tawjih al-Islami, që botohet në Damask. Dhe në një shkrim të saj, Muhammed Said Ramadan el-Buti ka vdekur, bidatçi ishte ky. Ishte njëri i bidatit, sufist e tjerë, e shari që mohonte të cilësitë Allahut. Dhe Sheikh Albani, Allahu mëshiroft, ka pas debate me këtë. Dhe çfarë thoshte ky? Çfarë ka thënë ky? Që maci dietar i madh, kupton? Sidomos në disa thotë se babai i tij, për cilë ky Buti, se babai i tij pa në ëndër profetin alayhi salatu wassalam që po e qortonte pse lexonte këtë sure. Subhanallah. Vëllezër, të janë ndodhi që duhet fillojnë na ishte një herë. Se janë pralla, kupton? Janë të vërteta fare. Ne ishte një herë një Buti etj. Dhe unë thotë që dhe
dhe ai I tha babai I tij dhe thot buti që babai I tij se lexoi të sure derisa vdiq si nderim për profetin alayhis salatu wassalam. Pra bratisi një pjesë nga Kur'ani, nga shpallja e Allahut, se gjoja me të gjë po nderonte profetin alayhis salatu wassalam. Ndërkohë që Allah urdhëroi profetin alayhis salam të thotë balligh ma unzila ilayk, përcjell atë që të shpallur. Dhe them, thot autori I librit ton, Sheikh Bedr Buzeli, Allah më shiroftë. Kjo lloj braktisje e sa pjesë të Kuranit nuk është nderim, por për çmim. Është për çmim. Dhe as nuk është bamirësi ndaj babait që po tregon ty për babain e tij, por është sjellje e keqe ndaj babait. Surja El-Ikhlas dhe Kafirun. Leximi I këtyre sureve në namazin e akşamit në natën e xuma. Është xuma nesër, ditë xumaje, imami namaz të akşamit, që farzi pra. Në rekatën e parë El-Kafirun, në rekatën e dytë El-Ikhlas. Ndërkohë që sunet është në natën e xumës, ndërkohë që sunet është që të lexohen sunetet e sabatit të akşamit. Në ditë të ndryshme, jo duke posaçëruar me vetëm me xhuman. Leximi I surës El-Ikhlas 1000 herë në 100 rekate me xhamat në xhami. I bie në 10 herë në çdo rekat apo jo? Po ja që e batën. Ja që e batën. Gjithmonë bidati është më I vështirë se sunneti. Bidati është lodhje, mundim dhe I vështirë. Te sunneti ke gjithmonë rehati. Yuridu Allah bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allahu do lehtësinë me ju, nuk do vështirësinë. Ashtu, leximi I surës El-Ikhlas 3 herë përpara ikametit, edhe këtë e bëjnë. E kam pas bërë dikur këtu, po në Turqi për shembull bëhet akoma. Partën ato xhamie që kam qelluar. Ç'a thot ai muezini, dhe pastaj para ikametit lexon 3 herë të sure. Kam rastis vet. Me qëllim që të lajmëroj njerëzit se po afrohet ikameti. Por vlla, ikameti thirr edhe në kohën e profetit alayhis salam, nuk e veproshin të gjë. Leximi I surës El-Ikhlas 1000 herë për të gjallin apo për të vdekurin? 1000 herë. Po e bërë. Edhe kjo është çështje tjetër. Allah na ruaj. Falenderojmë Allahun që na rrozoi. Shihni sa madhe është mirësia e Allahut ndaj nesh. Leximi I Kul Huwallahu, s'u duru ti më për se si varo. E s'ke faj se vojtëm që 92-93. Po na del koha, subhanallah. Leximi I Kul Huwallahut 11 herë për të vdekurin. Gjithashtu dhe leximi I saj gjatë varrimit të vdekurit duke lexuar 12 herë. Një më shumë tani. Masi 11, tani 12. Falja namaz vullnetar, nafile natën, në natën e Bajramit, duke lexuar 10 herë surën Kul Huwallahu Ahad. Leximi I surës Kul Huwallahu Ahad 1000 herë në ditën e xuma. Leximi I surës Kul Huwallahu Ahad 3 herë pas hatmes së Kuranit, përfundimit të leximit të tërë të Kuranit. Leximi I surës Ikhlas dhe me sure të tjera gjatë varrimit, gjatë varrosis së të vdekurit. Leximi I kësaj sureje në namazet 2 rekatëshe përpara ihramit për haxh apo umre. Fal 2 rekat përpara se të bësh niyetin për haxh apo umre, që do fillosh haxhin dhe umren, fal 2 rekat dhe lexon të surës, ka argument.
Leximi i Qul huwallahu ahad 11 herë në çdo vend që shkon udhëtari. Iru te miku vet. 11 herë surën El-Ikhlas. Po i thotë, na thuajnë Allahu si je? Ai. Qul huwallahu. Rri ai pret. Po na thuaj. Pastaj i thotë. Leximi Qul huwallahu ahad 1000 herë në ditën e Ashuras, me që jemi afër kësaj dite. Leximi Qul huwallahu ahad pasi mbaron ushqimin, për atë që ka harruar thot bismillah në fillim të ushqimit. S'ka argument. Shkrimi i surës Qul huwallahu ahad për atë që i ka syt e sëmur, duke shoqëruar me dua dhe talasim. Talasim janë ato si formula, si shenjat veçanta që i bëjnë zakonisht magjistarët, katror me yje, me hën e tjerë, apo me iniciale e tjerë. Shkrimi i kësaj sure bashkë me dua të tjera të shpikura me qëllim për të larguar syrin, atë mësyshin, hasedin. Dhe ta mbyllim me 2 suret e fundit, leximi i 2 sureve të fundit, pra Al-Falaq dhe An-Nas, në namazin e akşamit në natën e 7, pra në çdo natë të 7 të çdo muaji, namazi i akşamit këndohen këto 2 sure, ka argument. Leximi i surës An-Nas përpara se të fillosh namazin me qëllim për të larguar vezveset. S'ka argument për të gjë. Kjo pra, mbaruam. Me të çështje, lutem Allahun subhanahu wa taala na japi diturinë në fenë e tij, na ndriçojë zemrat dhe mendjet me shpalljen. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.